Parasysh që Amerikanët, sidomos mbas erës Trump, që ka rifilluar në Shtetet Bashkuara dhe asaj qarkore që Marco Rubio i ka dërguar gjithë përfaqësive amerikane për të mos ndryrë në punë të brendshme. Si e shihni deklaratën e përfaqësuesës të ngarkuarës me punë këtu, sa i takon SPAK-ut, strukturës posaçme antikorrupsion dhe zgjedhjes kryesisht zgjedhjes procesit që ne do ta shohim me shumë vëmendje. Me edhe që një fund administrata Trump kërkon që të ketë një drejtësi të pavarur, pa influencuar politikisht, e cila nuk mund të përdoret për sulme karshi politikës, por dhe një prokurori e cila duhet jetë shumë herë më fuqishme e fokusuar në luftën kundër të karteleve të drogës. Një nga shqetësimet më të mëdha që besoj tashmë është bërë evidente edhe nga vizitat që ka kryer Departamenti i Drejtësisë këtu, janë diskutimet që bëhet në Kongresin Amerikan apo dhe Ambasadë Amerikane, është lufta kundër të karteleve të drogës. Për faktin se janë me mira shqiptarë të cilët janë sot në Amerikën e Jugut, në raportet drejt për drejtë me kartelet dhe efektet i kanë si në Shqipëri dhe më gjërës së Shqipëria. Që nga pikpamja... Kur fliste për SPAK-u si një partner i besueshëm, e kishte vetëm për luftën që i bën këtyre elementeve kriminale, këtyre që dalin në skajtë të encrochat, apo dhe mënyrës se si SPAK-u ka vepruar në Shqipëri në raport me korrupsionin, që është vepra kryesore për cilën u krijua? Po varet doktor në mënyrë, unë nuk mund të flas dot atë çka thënë përfaqësuesja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se nuk kam pas një diskutim në raport me këtë çështje. Unë flas në atë që unë arri nëpërmjet deduksionit të marrëdhënieve që ata kanë krijuar kohët e fundit me institucionet e drejtësisë në Shqipëri. Duhet kujtoj që ka qenë një delegacion i nivelit lartë të Departamentit të Drejtësisë në prokurorinë e posaçme, por i cili ka shprehur qartësisht shqetësimin për sa i përket luftës kundër trafikut drogës dhe karteleve të drogës dhe lidhjeve të tyre. Është një qendrim i marrë nga administrata amerikane dhe Departamenti i Shtetit, është një qendrim i cili është shprehur zoti Domani dhe në vizitën e fundit që e ka pasur në Shtetet Bashkuara të Amerikës përpara 10 ditësh. Edhe në komunikimin që ka bërë vetë drejtuesi i SPAK-ut, kjo ka qenë çështje thelbësore me të cilën ata kanë diskutuar. Pastaj po të vim tek diskutimi për sa i përket sulmeve që mendoni ju karshi politikës e tjerë, kjo është një çështje e cila pastaj te kalon atë idenë e drejtësisë, qofse ambasada do të bënte një diskutim që thoshte se keni bërë mirë se keni goditur e s'keni goditur e tjera, kjo është pastaj do një gjë që mendoj te kalon atë që ne flasim për drejtësi të pavarur. Dhe unë kam thënë, e dëgjoj edhe diskutimin që bëhet, do të thonë kjo ideja e kësaj drejtësisë që do të thonë është mbi çdo gjë, është një gjë jashtëzakonisht e rrezikshme. Biles po dëgjoja para 2 ditësh një diskutim të Newt Gingrich, i cili ka qenë kryetari i Kongresit Amerikan, dhe thoshte që Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe ne, nga pikpamja kushtetuese, jemi tërtuar në pikpamjen e balancimit të pushteteve, 3 pushteteve. Dhe Montesquieu kur ka vënë nuk ka asnjë pushtet që mund të ketë autoritet absolut. Dhe ka një korrupsion i cili vjen për shkak të vjedhjes, paras, por ka një korrupsion tjetër. Kur ti ndërton një institucion që jep atij një autoritet moral absolut për të kontrolluar çdo gjë, edhe ai është një korrupsion shumë i madh i cili është shumë i dëmshëm për funksionimin e shtetit dhe demokracisë. Okej. Do të shtoni gjë për këtë pjesë apo jo? Të vazhdojmë? Okej, atëherë. Çfarë ndodhi sot në parlament që u desh të shikonin përsëri skena që i kishin parë, bllokim foltore etj. Domethënë, është kjo preludja asaj që do të shoqëroj gjithë legjislaturën e 2010? Kolegu im Dule ka përmbledhur gjithë diskutimin e sotëm, do thënë në fjalën e tij më mirë do thosha se kushdo tjetër, për sa i përket a duhet i bërë apo s'duhet i bërë ai diskutim. Pra duhet të flasin deputetët për një çështje që është shkelje flagrante e kushtetutës apo duhet ndërpresin diskutimin në momentin kur është shkelur kushtetuta dhe zoti Dule mund ta thotë shumë më qartë se ç'e thash unë tani. Ajo që mua më shqetëson është që ky parlament po vjen edhe po agravon çdo ditë edhe më shumë. Ne nuk jemi më një republikë parlamentare, jemi një republikë kryeministrore, ku çdo gjë kontrollohet nga njeriu i vetëm. Shteti shqiptar po shket drejt një autokracie të qartë, ku nuk garantohen as liritë dhe drejtat, dhe pushtetet janë në duart e njeriu të vetëm, dhe komandohen nga njeriu i vetëm. Dhe parlamenti në vend që të ushtrojë në diskutimet e veta, në ndryshimet që bën qoftë rregullore apo sjelljen e tij, autoritetin e vet kushtetues si kontrolli i qeverisë dhe ligjbërës, është kthyer në një institucion tërësisht në mbarsinë e kryeministit, i cili mazhorancën e ka në kontroll, por edhe ndryshimet që bën tenton vendos kontroll gjithë parlamentin edhe opozitën. Dhe ndryshimet që diskutoheshin sot janë ndryshime të cilat vinë ndesh me kushtetutën, janë ndryshime të cilat cënojnë atë që është marrëdhënia e përbashkët e kuvendit, për sa i përket funksionimit të kuvendit, qoftë edhe për atë aspekt që ishte sot konstituimit të komisioneve permanente. Është një diskutim që duhet bërë gjëre gjatë në të gjithë diskutimin, do thënë parlamentar, për të krijuar të paktën
elementi më minimal të mirëkuptimit se kush do të jetë organizimi dhe funksionimi i Kuvendit të Shqipërisë, për të ushtruar atë që thash, kontrollin e ekzekutivit. Ne vim dhe na imponon ekzekutivi në mënyrën se si duhet të organizojmë parlamentin. Duhet ndodhi krejt e kundërta. Parlamenti ndërton. Pse ekzekutivi? Po sepse jo vullneti i partisë që ka marrë mandatet të qeverisë, sepse Edi Rama vërtet e tha dhe ishte ai që e tha. Po e tha në një aktivitet partie dhe foli jo si kryeministër, po foli si kryetari i partisë më të madhe në vend. Unë besoj që jetojmë në realitet që kryetari i mazhorancës po doni. Jetojmë në realitet që nuk ka nevojë që do të bëjmë një ndarje se ku foli si e foli. Është njëri i cili është kryeministër dhe atë autoritet ushtron më shumë se çdo gjë tjetër, sa kryetari i partisë. Po është njëkohësisht edhe deputet i zgjedhur pra. Po mirë, dakord, po është deputet i zgjedhur jo për të imponuar parlamentin, është deputet i zgjedhur duke qenë një deputet e ka një zë. Dhe kur vim në një moment të tillë që duhet diskutojmë rregulloren e kuvendit, a ka nevojë që ky ligj i cili rregullon marrëdhëniet e parlamentit, kujt të rregullon? Marrëdhëniet ndërmjet pozitës dhe opozitës, mënyrën e funksionimit, mënyrën e organizimit, raportet me qeverinë, se parlamenti nuk është debat vetëm. Parlamenti është një punë e përditshme në komisionet parlamentare dhe funksioni i parë kushtetues ka kontrollin e ekzekutivit. Keni parë që të ketë autoritet dhe fuqi parlamenti për të kontrolluar Edi Rama ekzekutivin? Absolutisht jo. Dhe nga ana tjetër as proces ligjbërës nuk ka.